Ai është një njeri shumë zemër mirë, nëse të tregoj kështu do të thuash se e tepron. Përbes është i mrekullueshëm. Përse moj vajzë, çfarë njeriu është pra? Ai, kështu, si të them, zemra e njeriu të rrej vetëm për të dashurit e tij. Ka një shikim ndaj familjes së tij, kur i shikon të gjithë i dritet zemra. Dhe nëse qeshin ata, është sikur ai po buzëqesh një mirë. Po me ty si është ai? Mirë. Dua të them e gjithë familja e tij janë të mirë. Janë sikur të kenë dalë nga një prall. Por sigurisht, kur Jusufi është përreth, njeriu ndihet më i sigurt. Jam kureshtare tani. Çfarë njeriu është ky Jusufi? Është i pashëm? Është vërtet shumë i pashëm. Si aktor të them. Aishe, ai e dashuruar me këtë një? Zotri Tarek, gruaja juaj ju gënjen juve. Shtatzënia e gruas tuaj është një gënjeshtër e madhe. Ajo grua nuk është shtatzën. Ajo thjesht po thot një gënjeshtër për të të mbajtur ty në dorë. Ajo po përpiqet të të mbajë në dorë me një histori të stajuar për fëmijë. A me të vërtet, Meltemi mund të ketë shkuar kaq larg? Nuk mendoj se duhet të vendosësh më njëherë. Nëse Leila ka të drejtë, edhe Leila edhe Taroku po ndërtojnë jetën e tyre mbi një gënjeshtër shumë të madhe. Taroku ka të drejtë ta kuptojë të vërtetën. Të flasësh me atë dhe ndoshta ndryshojnë gjërat. Të thërras nuk më dëgjon, Firuze. Filloi seriali im. Më fal nën që në kam hutuar. Ai shpresoj ta fillosh këtë punë. Ndoshta do të vije pak në vete. Betojmë se nuk të bën mirë të qëndrosh në shtëpi, Firuze. Ha, filloi. Zotri Tarek, gruaja juaj ju gënjen juve. Shtatzënia e gruas tuaj është një gënjeshtër e madhe. Më vjen keq. Ju kërkoj falje. Shiko përpara, ku e ke mendjen? Çfarë po bën ti këtu, ha? Eja. Pse po qëndron në para derës gruas sime, ha? Në çfarë të drejtë po qëndron këtu? Idiot! Jusufi, e në vete se do futesh në telashe. Çfarë do të bësh, ha? Do të dërgosh përsëri njerëzit e tu të armatosur pas meje. Nëse shkon edhe pak më tej, do shohësh se çfarë do të ndodh. Apo shkoj shumë larg? Ti rrëmben gruan time që unë dua nga tavolina e dasmës. Pastaj vjen edhe nga smon para derës së shtëpisë së saj. Unë jam ai që po e teproj, apo jo? Djalosh, mos u mundo të bësh gjëra të tilla. Mblidhe veten. Çfarë do të bësh? Mos dëshiron të shtyhesh me mua, ha? Ha? A je i çmendur? A je i çmendur ti? Përdore gjithë forcën tënde për të bërë gjithçka që munde, por nuk mund të më ndash mua dhe Gynilin. Ti nuk je aq i fuqishëm sa për ta bërë këtë, kuptoje një herë. Ore njeri të urrej. Shiko çfarë po të them. Shikom. Mos më vënë provë durimin. E kuptoj. Ti nuk ke krenari, dinjitet apo nder. Po nëse nuk të vjen keq për veten, atëherë duhet vi keq për nënën tënde. Ajo do të qaj për ty pas shpine. Mos më njollos duart me gjak, Bora. Nëse thua edhe një fjalë, duhet ta dish këtë. Tani largohu shpejt prej këtu. Nuk do ta ndotësh më këtë lagje. A kupton? Ik! Tani shporru nga këtu. Mos guxo të shkelesh në këtë lagje më. Do takohemi, Jusuf. Do takohemi. Kur të duash, do të shihemi.
Në rregull, mos u shqetësoni, shihem. Më fal birë, duhet të përgjigjesh antë. S'ka problem valla, por shiko, duhet të ndërmarrim masa sa më shpejt të jetë e mundur ta vendosim Jusufin në vendin e tij. Çfarë mendon se duhet bëj? Po nuk e di, ajo që bëm dje nuk ishte e mjaftueshme. Një idiot që nuk ka frikë. Duhet bërë diçka më të fortë. Birë, ne dje qellua me shumë plumba për ta trembur. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Dua të them, nuk e di, nuk e kuptoj. Ti e di më mirë. Jam shumë i lumtur që më beson. Atëherë tani i hap veshët dhe më dëgjo me kujdes. Që tani e që unë nuk jam me ty në këtë çështje. Duhet të luftosh i vetëm për dashurinë tënde, ta dish. Jusufim? E dashura ime? Laga jote. Si u ba? A i vore ndonjë fash? A të dhem shumë? Je të shkëm në një spital. Rregull si bukura ime. Jam mirë. E vura dhe një fash. Për shkakun tim. Rregull. Mbaroj. Dëgjoj, nuk dua që ti ta fajsosh veten tënde për atë që ndodhi. Ai poshtri nuk po priste jashtë derës tënde, apo jo? Nuk ishte. Nga e diti këta? Apo mos bëre diçka? Jusuf, po sigur të shkoj dhe të kërkoj ndihmë përsëri atyre njerëzve? E dashura ime. Mos u shqetëso më, nuk e pse të kesh më frikë nga Bora. Ai tashmë është njëri i mirë, i varfër që nuk i beson vetes dhe prendim nga të tjerët. Mos u shqetëso për këtë, ai nuk do të jetë në gjendje të na mërzisë më. Shpresoj kështu i dashur. Shpresoj. E dashura ime, më beso. Më beso. Gjithçka do të jetë më mirë që tani e tutje. Eja këtu se më ke munguar. Çfarë do të thotë kjo tani vëlla? Pra, çfarë? Ka arritur deri këtu miqësia jon? Kur, ne jemi miq për gjithmonë. Atëherë pse po më le për gjysmë vëlla? Shiko birim. Ndonjëherë duke ndihmuar përfundon duke lënduar atë. Nuk duhet të kisha mbështetur në këtë çështje që në fillim. Por përse? Mendo pak. Çfarë do të ndodhte nëse e eliminoja Jusufin? A do të vi Gënyli me vrap drejt teje? Ti e di po aq mirë sa unë që kjo nuk do të ndodh. Në fakt çdo gjë do të përkeqësohet. Do ta humbasësh Gënylin përgjithmonë. Unë nuk kuptoj. Nuk ka asgjë të pakuptueshme. Jusufi ishte një kundërshtar më i mirë nga se mendoja. Dhe duhet ta kuptojmë se ai e donte vërtet Gënylin. Por ndryshe ai do ta kishte lënë qytetin shumë kohë më parë. Shkurt, nëse i beson dashurisë sate për Gënylin, duhet ta trajtosh këtë çështje i vetëm. Por ndryshe është e pamundur për ty që Gënyli të dashurohet me ty.